për këtë skandalin e fundit që ka u bo, edhe Për cilin skandal e ki? në Big Brother që ka u bo dhe jam bo tepër. Si e komenton ti shuplokën e Jozit ndaj Gjesi? Si e kume? Mirë. Mirë, faleminderit. Ju Jemi si? mirë, faleminderit. Përshëndetje. Përshëndetje, Allah. Jemi pra emisioni 05. Prej nga jeni? Pej Tetove. Prej Tetove. Po. A e shikon emisioni 05? Po e shikoj. A na ki follow në ndonjë rrjet social? Jo. Jo. No. No, si ka Tetove. No, e di? qysh na shikon ti pa na bos Po follow? i shojmë në Facebook kur na dalin, e di? Vit dolim pa na bos follow? Po. Hiq. Ti a na ki follow? Kin kjeri, jo, si ka. Qysh bre? Po s'ju kemo vlash, tash Okej. qa me bo? A i Me dini, treja. a i dini 2 ose 3 sponsora minimumi. Ka ne kena sponsor në emision? Jo, se di. Qysh bre heq asnjë? Po nuk e di mo vlash, tash qa me bo? Cila është video e fundit që e ke po të në? Cila me, se di, valla. Ja, do me thonë ti... Shumë ngarku me punë edhe Qka punën? Me qka? me firmë bagera, kështu, kamion. Sa është e vështirë puna që? Tepër, Tepër. Po. Po fitin prurë se sa është? tepër. Tepër. Po, Do me thonë edhe ludhësh, po edhe normale është. mbromje, Normal. ose në vënë mujit realisht merë pore. Po. Ndërum, a ki një përshëndetje për gjithë shqiptarët që po e shojnë këtë video? Një përshëndetje, mos mu përçan ndërmjet veti. Për këtë skandalin e fundit që ka u bo, edhe Për cilin skandal e ki? në Big Brother që ka u bo dhe jam bo tepër. Si e komenton ti shuplokën e Jozit ndaj Gjesi? Si e komentoj, tash s'di me komentu. Ja, den, ti e vetë hinë Big Brother, E hajde po. si me komentu atë, s'di. A ke vepremi mirë prej Jozit? Jo, s'ke, as pak i pranueshëm. Pak apo as pak? As pak. As pak. Rregull. A mendon se do fitoj Gjesti apo për kë po bo tifo ti? Po duhet me fitu Gjesti tash, që ka me bo? Në rregull. Ka ngel mendje ndonjë thënie prej Gjestit apo diçka? Jo, valla, nuk e përcjelli regullisht unë, Sa ma kur bon këto skandale, Po, dalin. u kry çdo sen, Po, po besoj që e le. Po, normal. Okej, në rregull. Inderum. U kry çdo sen edhe me intervistën tonë. Po, u Përshëndetje. kry, hajde për të marrë, hajde shek.